Tashmë, menaxhimi i listave zgjedhore bëhet nëpërmjet municipal elections në Ontario, që është pushteti lokal. Ndërsa për zgjedhjet, organizimin dhe zgjedhjet e provincial election, që janë zgjedhjet provinciale, bëhet nëpërmjet organizatës siç është sistemi elektoral në Ontario. Të më falësh për ndërprerjen, por dua të them është e rëndësishme të tektoj sepse kandidimi im nuk është i rastësishëm, kam një përvojë të gjerë në sektorin publik, në artimin e politikave, dhe gjithashtu për më tepër se një dekadë vullnetare në komunitet. Me qendra që janë sot të rëndësishme, jo vetëm për Kanadan, për gjithë Amerikën e Veriut, por edhe në përgjithësi për rajonin, siç janë strehimi i përballueshëm, kanë qenë për gati 10 vite vullnetare në Habitat for Humanity Society, që është një organizatë jo fitimtruese që merret me sigurimin e banesave të përballueshme për familjet me nevojë dhe për familjet me të ardhurat të pakta, gjithashtu dhe përvoja ime në sektorin publik dhe bashkëpunimin me individ të caktuar, duke përfshirë edhe njerëz me peshë të rëndësishme në institucionin publik, siç janë dhe përfaqësues të parlamentit në Ontario, kam bashkëpunuar me të gjithë, përfaqësues politik, është gjithashtu pjesë që unë jam sot këtu. Gjithashtu duhet të përmend edhe shumë e rëndësishme për mua suportin që më ka dhënë ACPAC. ACPAC është një Albanian Canadian Political Action Committee, është një organizatë që unë jam anëtare dhe njëkohësisht kryetare për rajonin e Durham. ACPAC është një organizatë jo politike, misioni së cilës është të inkurajojë dhe të rrisë pjesëmarrjen e shqiptarëve në jetën publike dhe në proceset vendimarrëse të Kanadas. Duke mbështetur përfaqësues në nivelin provincial, federal dhe lokal, siç jemi ne tani në mendi. Duhet theksuar që vitet e fundit të gjithë ju komuniteti shqiptar i Kanadas atje keni patur një angazhim tjetër, organizime, festivale tradicionale, panajire libri, pra ka një gjallërim të jetës edhe kulturore dhe që u mban të lidhur me rënjët këtu në Shqipëri. Danja, ti më prezantove kush është Danja e këtyre viteve në Kanada dhe puna vullnetare për audiencën në Shqipëri duhet ta theksoj që është shumë e vlerësuar në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Familja të mbështeti për këtë hap tjetër si këshilltare bashkiake e qytetit dhe duhet ta theksoj, e pavarur? Në fakt, me qënëse për e theksove fjallën e pavarur, këshilltarët bashkiak merren me nevojat lokale të qytetarëve, të taksapaguesve, merren me çështje praktike si që është rrugët, transporti publik, parqet, mbledhja e mbeturinave, planifikimi urban, strehimi dhe siguria publike, që janë dhe pikat të agjendës time dhe të fushatës time elektorale, gjithashtu. Këto çështje shpesh kërkojnë një zgjidhje praktike dhe jo politika të bazuar në ideologji partijake. Kështu që është pozicioni i Këshillit Bashkiak në Kanada është i pavarur, jo partijak, dhe më vjen mirë që e përmend edhe suportin e familjes, sepse bashkëshorti im gjithashtu është pjesë e pushtetit lokal, ai punon për bashkimin ku unë kandidoj dhe është e rëndësishme të theksohet që meqense është përmendur shpesh edhe në Shqipëri ndikimi i administratës, votat e administratës e njërën e tjetrën, bashkëshorti im nuk është i lejuar që të marrë pjesë aktivisht në fushatën time,